Shpesh, pas lindjes së fëmijës, prindrit mund të dëgjojnë shprehje të tilla si: "Tani, nuk do të udhëtoni më." Por pse duhet të ketë vend një shprehje e tillë tek një familje që ka dëshirë dhe mundësi të udhëtojë? Mendoni se fëmijët tuaj nuk do të jenë në gjendje të përballojnë një udhëtim me avion duke qenë se janë të vegjël? Mos u shqetësoni për këtë. E vetmja gjë që duhet të merrni parasysh janë disa këshilla, të cilat do t'ju ndihmojnë të gjithëve të udhëtoni të qetë. Si fillim, duhet ju themi se para nisjes duhet të mësoni kushtet e kompanisë që do të udhëtoni në lidhje me ato çfarë ofron për fëmijët e vegjël, si dhe dokumentat që duhet të keni me vete. Dhe ja çfarë duhet dhe nuk duhet të bëni teksa jeni duke udhëtuar me fëmijën tuaj. Evitoni dhënien e çdo pije tjetër, përveç kamomilit dhe qumshtit, në rast se fëmia do të pi diçka. Shkoni në banjo para se të niseni. Për të evituar frekuentimin e shpesh të banjos nga ana e fëmijës tuaj gjatë udhëtimit, gjë e cila do të prishë rehatin tuaj, duhet të shkoni në banjo para se avioni të niset për fluturim. Merrni me vete diçka për të ngrënë. Do të ishte mirë të kishit me vete diçka për të ngrënë, qoftë ajo edhe një pako me biskota apo një ushqim tjetër që fëmia juaj e ka qef, në mënyrë që në një moment që ai do të jetë i irrituar, ju të keni mundësi ta qetësoni me diçka. Hipni të fundit në avion. Mund të duket diçka qesharake, por do t'ju jap më shumë kohë për të lëvizur në aeroport. Fëmijëve nuk do t'ju pëlqejë të qëndrojnë për një kohë të gjatë ulur, dhe për këtë arsye kjo do të ishte diçka shumë e favorshme për ta mbajtur atë më të qetë. Po ashtu duhet të merrni me vete një medikament. Nëse fëmia juaj në një moment nuk do të ndihet mirë, ju do të keni mundësi të ndërhyni, por sigurisht që më parë duhet të keni marrë edhe rekomandimin e mjekut. Visheni fëmijën tuaj me veshje të rehatshme. Pasi ka hipur në bord, mund të ndodhë që në një moment fëmia të ketë ftohtë apo vap, dhe për këtë arsye ju duhet ta vishni atë në mënyrë sa më të rehatshme, duke pasur mundësinë të hiqni apo shtoni një veshje sipas nevojës. Siguroni për sasinë e qumshtit që ju lejohet të merrni me vete në bord. Nëse fëmia juaj nuk ushqet me ushqimësht gjiri, ju këshillojmë që ta keni gati për ta nxjerrë pa shumë probleme gjatë kontrollit. Dhe duhet të mbani në kontroll vëmendjen e fëmijës, sidomos gjatë uljes dhe ngritjes së avionit, në mënyrë që ai të mos ndjejë frikë në asnjë moment.